Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin Shio me Zyrën, por sot kemi një recetë me patate që janë super të shijshme dhe do më falenderoni për recetën. Për ju shikues që jeni të rinj, mos harroni ta bëni subscribe kanalin dhe ndizeni zilën për të njoftuar për recetat e radhës. Për këtë recetë na duhen patate ku i ndaj në 2 pjesë. Për erza kam përdorur përzierje bimore, kurkuma, piper të zi, biber të kuq, vegeta, soja sos ku e gjeni në markete çdo kund. Vaj, përzihen mirë që të bashkohen të gjitha erëzat me patatet. Në tepsi gjithmonë vendosi letër për pjekje, që të kemë më lehtë më pas për pastrimin e tepsisë. Dhe mos të ngjiten patatet në tepsi. Lango që u formu prej erëzave dhe sosit e derdhim mbi patate. Mbulojmë me foli tepsin dhe e pjekëm në ujë. Pasi të janë pjekur, folin e largojmë nga tepsia dhe më pas përsëri e vendosim në furrë për të pjekur, për të bërë krokante. Mos i lëni pa i provu, sepse janë super të shijshme dhe i shoqëroni me mish, sallat, sos. Recetën e sosit e gjeni në videot e mëparshme dhe në fund ju them ju bëft mirë që i provoni. Shihemi në videot e radhës.